Shëndetje të nderuar shikues të emisionit Interaktiv Talks, jemi në këtë edicion special në intervistë në Qendrën Kosovare për Rehabilitimin e Torturave. Do të flasim me Ramadan Ishorin, i mbijetuar i dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë, i pari burr në Kosovë që ka dalë me rrëfimin publik për atë çfarë ka ndodhur gjatë kohës së luftës. Zotin Ishori, faleminderit shumë për këtë intervistë. Faleminderit edhe juve. Tani kanë kaluar, në momentin që po flasim, kanë kaluar disa ditë që prej rrëfimit tuaj publik në një event më 14 prill, si kanë qenë këto ditë për ju, pas këtij rrëfimi, cilat janë reagimet që keni marrë pas daljes në publik me rastin tuaj? Faleminderit edhe juve. Po, reagimet kanë qenë deri me tash se a ditën kur kam dalë, me të 14 që kam folur publikisht, atë natë deri në ora 2 apo 3 natës kam nejt non-stop duke i kthyer komentet, po faleminderit e përshëndes gjithë shoqërinë tonë se për mbështetjen që më kanë dhënë. Shumë krejt komente vetë pozitive. Do thotë ju ka inkuraju reagimi i shoqërisë Kosovës edhe i bie që ka qenë vendimi i dur për dalë në publik për ta treguar rrëfimin tuaj? Po, faleminderit betyne, po shumë, edhe një është kam ban edhe ma lumtur se në shoqat kanë ardhur edhe 2 burra janë lajmëru për ndihmë. S'kja më ban mas muni shumë halo ma krenar për këta që këndole, këmë thanë. Dhe thotë kanë ardhur pasi kanë dëgjuar rrëfimin e tuaj publik? Pasi 14 kanë dalë, kanë një lajmëru në shoqat edhe 2 mbjetum. Kështu që jam shumë falënderues gjithë shoqërisë kosovare për mbështetjen që më kanë dhënë, edhe jam shumë tepër krenar për atë tonë që më dole, këmë thonë, edhe vetëm ata dy që jënë lajmëru për mu, është shumë e mirësavur. Ky është qëllimi, apo jo pra që të inkurajohen të mbijetuarit e tjerë të dhunës seksuale, që të mos e mbajnë brenda vetës, dhe të kërkojnë ndihmë? Po, edhe juve që ata dy po i kisha inkuraju edhe shumë tjerë që me ardhë në shoqata, nuk është të thonë të veç në Prishtinë, po ku janë 4-5 mos gabusha, ku të njën ata ma të lirë, vetëm letë vinë, letë janë psikologët këtu, me hjek atë traumën, se unë për veti ku më posë shumë problem, deri që ku më ardhë të shoqota, kështu që inkurajoj ata gjithë, si burra, si gra, le të lajmërohen. A mund t'i kthehemi prapa në kohë, na përshkruani edhe një ngjarjen që ju ka ndodhur në Drenas apo jo? Po. Në vitin 98. 98, po. Momentin që ju ka ndryshuar jetën. Po. U konë funi shtatorit 98-ën, po na për fshatit tem në Komaran atë, jemi pas largu pak ma heret prej shtëpis, se jënë pas vendosë ushtria shlenimtare atë, kemi pas shu të dajt në Grevcë. Po edhe ato, me 26 shtator, pa të moni ofenzivë serbe, dhe pa të mikë na, pa të mdallë në Grykën e Banjicës, cila unë eke edhe si Gryka Ramadanve. Po, fatkeqësisht edhe ato me 27-in, na rrethun forcat ushtarako policore serbe. Janë nisën mi da trit, burrat, na nërvotën e për kamjona, edhe na qunë stacionin policior në Drenas. Ato
të në shdrypi kamionave, në silëshën me kondokat automatit, me shkelma, grushta, në shojshin, në fyshin, në fjallët ma banalet mundshme. Dhe ato në kanë jënë konë garajshat e stacionit atë, edhe kanë shtinë që ato garajshat atë. Mas pak kohë ja ka nisë me në morë, me në shti mrana atë, me në bon testin e dorëza parafinës. Për me qyrë mas ka në përdorë armë. Edhe, mesi i baj shumë testin e dorëza parafinës, tash në kohë zyret ku në marshin në pytje këta politë civilin ku ata, edhe u kohë të punu ato një shqiptarë që punejke me ta, po adete ka pos rolin e përkthysit. Dhe është të prit në koridor, ata ka u sjellshin. Edhe kanë orde policë më uniforma. Kanë kopë për kreve zhag, edhe më kanë shtimin i banjat. Dhe fatkeqësisht ndodhe dhe e që nuk e kësha para me ndu kur që mundet me ndodhe një burri. Dhe një unë për ty në më dhënoj. është pej të pregaditi dyti për dhunë, pe bërtimat mina i ka një kë shqiptari që punoj ka ato edhe ka ardhi ka roderës, edhe më kanë zerë për atë ujtë. Kur edhe ata më kanë shtinë atë zyrën ato, ku na marshin pytje. Po mua ditë mu pytje së më kanë morë. Edhe një nesën të më kresnju, që kjo është ka ndodhë, nuk o të zëmë për ma në kur njëtë mu. Përveç këtu shkave mu në lapë. Edhe aj shqiptari më ka përcjell dhejte dera stacionit, që më mërrej më kërkosh atë, edhe më shkuvje në ullë në garajë të kujshëm. Nesret në kanë e këshin pas bon ata një listë, sa ato janë akon për avërsh një 300-400 vetë, ato në garajë. Po e këshin pas bon ata një listë atë nesrit me 28-in. Na i therën me amna dhe na e për në autobus në pronën për Prishtinës. Kush i ka bo kërcënimet në stacion? Do të thotë, a u morë vesh? Çka ka ndodhë? Hierarkia policisë ato që ishte? Po, se kë shqiptari që punoj ka ato, tani ju të regaj ati nëse shka ka ndodhë, edhe ata tani fillu me këtu kërcënime që zba me morë vesh kërkosh këtë punë. Kjo mbetët që të mes neve dhe mu zgudze mu folë kur. Kjo shka të ka ndodhë. Edhe a ju premtove ti që nuk... Apo ishe i shqetësuar? Unë nuk i thash as po, as ju. As së mbike në ato momente, në mërë me thonë as anej, as nej. Hiq absolut. Isha... Unë je i shkatërum. S'më isha as me menu. Se kur pa të më dollë, tani për stacionit, se ata gjitha që kur i marshin pyetja ata civilt, ato ata edhe i maltretojshin shumë. Tash unë nuk u dola për stacionit, aty pas kanë rej, shka u bon me ty. Tash unë nuk më isha mjë tregu se shka u bon me mu. E qëtu, shumë e shtira e. Mas nej në Prishtina, po jo në Burg, sa ke qëndruati? Po në Burgin e Prishtinës, ta shumë më dhe ku e gjota me data, po dikon 3 muaj e gjys, ku më nejtë në Burg e Prishtinës, edhe këtë
maltretime që s'mundet m'ja morë mendja njerit. Sikur veç ata që shkan ditë me bon. Bok, pak. Rrejv çdo ditë. Edhe që ata 3 buk që na bishin, po në qatë ku që na bishin bukën, e që në rreshin dhe i kanë. Pi piskomov ty në njët, e njëshë të piskot, nuk më isha, që ata 3 buk që na bike, nuk më ishe me hongër. Gzimi junë, ku na bishin me ngjesin, kanë hesh ku na i bishin edhe 2 votë zime. Në dhe ke pak ma shumë. Qaq jena konë. Tani, pe ato ujtë nga kanë që nga transferot në burgin e Lipjanit. Edhe ato njëjtë me maltretime, se këta e kanë posë një farë qësh me thonë, ku transferojshin për burgit në burg, ata të pretëshin me dajakat, ose e një mo, jënë bon kërdëm për 2 jonëve dhe sa kanë mujtë me silë. Çdo herë kur u bon transferi për burgit në burg, ato e ke post pretne që aja ku më ndëvët gjithë qysh. Hinëm në Lipjan ato njëjtë, maltretime që është, ja filloj bombardimet e natës, na shtishin me flajt heret. Halo, pa u të rruse dritat nuk u zeshin me dhejës. Tash, më shetë me flajt për dritë halo. Tani, pse s'pa flan në rreshin, në qëtëshin që ashtu më bigjon me të rreshin, a ka pos të karrej me ceo, me kopë, me shkaj ka qilu. Edhe është ka ma e keqja, edhe ma e rona tash, si zgjidhe, se me shfa të më rej. Ndash me cilë, ndash me kopën, me cilën të u zgjidhe, tash cilën ta zgjidhesh, për ty nuk është e minjër as një onë. Po aja ashtu kështu të reke. Po veç psikologikisht me të mënu sa ma shumë. Dhe pas Lipjanit? Ja, edhe pak të në burg Lipjanit në falë, kanë pas ardhë mjekt me gardian atë, se na kishëm buk pak. Fatë në ardhë, tha, kush dënë me dhonë gjak, i dhonë buk ma shumë. Ka posë, edhe si kanë dhonë atë. Po asë një ka shure buk si kanë dhonë ma shumë. A di, si sot në bujtuhet, ku një djollëri me emën, jenë vonë shumë vjetë, vje keq që e ku më harru emnin, edhe e mojke, ako mundësi një të buk ma shumë një. Saj, kuna i bike bukën, nuk më atë kjerën që e pike bukën, ka posë buka të shumë, tash ku e shekë, aj, ku ma i risa na. Fej, burgit Lipjanit, dikun, tash fillimi majit, edhe na kanë transferu në burg Dobrovës. Edhe në burg Dobrovës, në ko maltretimet, ta tash me kojna hi. Se ishim pas të bu gardian që i kanë prun këta burgosnit politik për Serbia shkajnë kon, që i kanë prun, tash ishin të bu kretat. Edhe të u kon një të merë. Po, mo tani një 2 dit nuk rreshin ka pak ato, po ju, atë maltretimet që i këna posë për shemë në burg Prishtinës edhe në Lipjanit. Ato fatkeqësisht e bombardej burgin e Dobrovës, për të u edhe masakrën. Një masakrë që shumë e të mërshme. Po, unë pështuva foti, po në atë ku fill dhe isha ma mirë vdekja për mu, ma pashtë. S'moj pëkes me jetu. Për shak të gjithë shka që të kishtë në do?
pe kësoj që më këshin duhet, plus edhe masakra, plus nuk është e letë për një njeri me bajt këtë barë, edhe plus në borë Dobrovës ato me po njeri me po shukën e vetë në gjendje që ma të mërë të mëndshme. Kur jeni transferu në Serbi? Ato pe burgi Dobrovës tani në kanë pas transferu në heken, kanë anajt 4 ditë qashtu, me kufuma, me plagosën, me qëshin ko. Mas 4 dite në kanë një në autobusën, në kanë prunë në burgin e Lipjanit, ato tani në kanë mush që ullu duke me flejtë. Se me bo më rutullu, ta zonë ke vane në i tjetër e ti e të shërë unë që. E me 10 qorshor, natën ondës, në kanë transferu për Serbi, nish, tani ku mojt teri, me 16 mars 2000 kër im liru. Edhe atje tortura në burg? Edhe atje tortura njëjtë si kur këtë. Deri sa patropi pushtetit ka sopi balkonit. Kër ropi pushtetit aj, tani vike edhe kryqikosh në tërkumtarë. Në vizitojke, tani mu nisin mu ndroj pushteti atje, tani mu nisin mës, nuk na maltretojshin qaq, po apet na prap, jena ku, që është në thëshin atarës, në gjuhën e tyne. Kur jeni këthy në Kosovë? Kosovë, jëmë këthy me 16 mars 2000. Jeni këthy në vendin e lindjes tuaj, jeni këthy në Kosovë. Si jeni ballafaqsuar me rrethanat e reja të jetës? Kosova ishte çliruar, kishte liri, ju e kishit barën tuaj personale të asaj çfarë kishte ndodhur? Unë e paro në burg jëmë kuaj fejum. Edhe me 16 mars jëmë gjeru, fill mas 2 ove jëmë martu. Edhe ato i pa të thonë vetës që ka me lonë të kalunën për mas. Edhe ndërtu një familje, më boni prend që shdo të me konë, po ju e kotë. Se me prind e me vlozën shatë në atë kohë, e shumë. Sa vjeç keni qenë? Sa vjeç keni qenë luftë? 22 vjeqore. Kur jeni këthy, tashmë ishit 24 vjeqa. Edhe ato, me 16 shtator, i kom pasbo 22 vjetë, me 28-in kom rëmbur. Me 27-in ka ndodhë, fatkesisht je, me 28-in kom rëmbur, fill mas 2 ove. Por u martuat pra dhe 20 vjetë të re, me barën e asaj çfarë kishte ndodhur. Edhe për çdo ditë ishte shumë e rëndë për mua. Jo që po për çdo ditë vike se qertë mu ranu, thajsha me morë vesh vllaznia ose të krojshia ose dikush me fol. Sikur të nade, që me mëndë se presin një njëri me ja zvolut metat e tina. Dhe shto që mas një vitit, me bashorten, dhe vojzën e vogël, e kisha një muj e gjysë në atë ku. Vendasëm, u largu për fshatit, edhe erdhëm në fushë Kosovë, me qera. Ato unë njëva pak maje shlira dhe se isha tash jam largë edhe nuk e kuptuin vllaznia, po edhe me kuptu si një shka thujna. Edhe
dhe që ju shlirua pak, po apet e njëjta. Ishte shumë e rëndë. Ashe kisha edhe vojzën e vogël, borën tem, plus isha të jetu me qero. Shumë e vështirë. Dhe kështu që në vitin 2005, për herë parë, jom afru të shoqota, të organizota e kryqëzës. Ata rukun të klinika Gjermane Synit. Mba shku zis sa herat. Se më isha me bo bolë me i mërnas më isha. U afrojshe, po mrana? Dhe i ofër, jo më shku po mërnas më isha me i. Gjithë e kisha s'më isha me i. Dhe kështu, vendosha me grua me e kisha dhe djallin e matash, në vendosa me shku me ikë për Kosovë, si ku pak ma larash, e ku ma let edhe shku në Malësi. Po atje problem. Tash, këse nishe, sa ata gjunë së ku serbe, aja dhe ma shumë ma përkujtejke, edhe u këtuj ma petë në Kosovë. Kujtuhet si sëtë, kun në 2014. Apet, një morë tash ku i kanë zyret. Ullësha në park ato, edhe këshusha njërës të hinjë. Hinjëshin, delëshin, mundëshin, pyptje, me ishin kryve. Isha me mu me hinjë, më sheti kushtu i mrana. Isha me një herë e din, se sham kanë dhëtë. Ose me vomë, me që du të punojnë ajo i njëfshëm, mrana, shka mundet me thonë, mundet një kalzuatën e tjerve. Dhe jeri sa, në natë, e posh pas vinë një emision, kër rëfy për rastën e thoi, se la është heroina ju në qallë. Aja, ato ma farë mderej shumë. Edhe hisë ju menung shumë, i ku më shkru në Messenger. Edhe aja ma ka këthy. Pja të rëgaj këtë rastin tash mu më ka ndrodhë që kja, jam qështu. Edhe bi të rëgaj që so herë, so jam të munu me hi me kërku ndim, po nuk pa maj. Edhe aja më tha shko lirisht, nëse ato gjitha sen shka të fullet, është konfidenciale dhe ato jetë. Mo, edhe të nesrit, së me nuk shumë, edhe morë drejt, e mi prana këto. Nuk unë shumë e zeshme edhe aja ditë, ku i morë këto. I mrana, kanë prit me respektin matë madhe. Në basë ullë se sënë kujtuhet. O, fjetë bëzamra për vendit i kemë mdollë. Fjetë meta i shtangët. Veç e dretë sharë, trupim të ceke për pjetë. Krytë, kur për pjesë më isha me qurë. Dhe ato erë psikologja, se në kam drejsh shumë, Silvi i Zeti. Më po, edhe ma po më tha, i e thanë manë në sigurët. Gjdo sen që fullet këto, jetë këto.
edhe i shumë i sigurt. Edhe pas shumë vjete për herë të parë e thash me zonë për dhuna që e kam pas për jetu. Ishte shumë e rëndë. Por edhe moment çlirimi apo jo? Moment, a ditë, edhe moment çlirimi, so ishte marrë më kujtuhet shumë mirë a ditë kur kam dalë prej organizatës, kam dalë timza, të mo, që mas po më shenë agosht, të dalë. Dhe apet qaj njeri, u kthesha në atë njërin e mbyllën, apet. Po, të morë pjesë në për seanca për çdo ditë, ma shumë visha të shliru, të e morë veten, me ndihmën e psikologës. Dhe fillum me morë pjesë edhe në për seanca grupore, ku u takoj shumë dhe me bjetum tjere. Që ato të i kojt halët me një tjetërin. Edhe kështu që nisa shumë me madhe me morë vete, me gjithë sprit shumë në thirë në për seanca. Ose kur e bajshin në event pak më të madhë e në therëshin. Unë i por isha atë. Edhe kretë kjo të kanë ndihmu apo jo? Kretë të seanca kanë ndihmu përveç, edhe për me dalë publikisht, apo edhe për me ndarë rrëfimin? Shumë. Mes me konë psikologja, që këna morë pjesë në për shtë seanca, si vetë në fillim, tani grupore, me në bjetum tjerë, mes me pakon këtu, unë sëd, në ashtë edhe nuk isha heqë. Se shumë herë ku menu që e thonë me mytë edhe vetën. S'mo isha pas me punu me këtë barë, me probleme shëndetësore, me tanë. Po folë kërëcetës, drejtoreshës, cilën e falënderoj shumë, psikologës në Selvi e Zetin, edhe gjithë punëtur shë punojnë të folë tyne në akim sëtë jam pësët tuknjë. Dhe ajo çfarë ka thënë gjatë javës edhe që kam vitur është që turpi është i atyre. Turpi nuk është, i juaj nuk është i atyre që janë të mbjetuar të dhune seksuale. Po se unë para se me ordhë në kërës e të këtu për me kërku ndihmë, jem kënë një njëri shumë i mbyllën. Që ata i vajtë i regjet në bjetunëve, që sa ma shpejt me ordhë, me kërku ndihmë këtë, se është një shlirim për ta. është një shlirim shumë i madhë për ta. A preset vendoset drejtësia për rastin tënd? A ke idenë për policin ose për hierarkin ose një lloj urdhre ose çka do të ndodhur me rastin tënd që një ditë drejtësia të vendoset në vend për rastin tënd? Po shpresoj se një ditë më vendos drejtësia në vend. Kohët janë, ata e dim, po me amna fatkeqësisht nuk i di. Shumë kam i mëtë që ka marrë drejtësia në vend. Edhe për ta, edhe kom bo që më dollë me folështë. Ka dhënë deklarat në prokurori apo jo? Kom dhënë deklaratën, edhe ta shpres veç kur t'janë gati. A mund të kthehemi pak tek
ballafaqimi me familjen, ke treguar momentin që ke treguar gruas, por edhe vajzës dhe anëtarëve të tjerë të familjes. Po që tash të mor pjesë në për seanca edhe me psikologën të bisedu se qysh me vonë me morë me tregu gru se qysh mundet me reagu, qysh edhe kështu që një natë shkum për me fjetë dhe u me thonë me probleme në stëp shëndetësore dhe bashkëshortja ma tha danë tha ki diçka tha unë të mundu diçka se pe di që probleme shëndetësore po të mundu diçka edhe ato i këmë galëzu thash mu shtërë më kanë kur i më arrestu në stacion të policisë në Drenas thash mu më kanë dhanu edhe moja që thuj në u prej e ishte edhe ka kojt atë natë edhe s'këna full atë natë asë një unë i beti s'këna mujt edhe në jesret tha da në luftu ko tha tonë ka mujt me në ndodhë kje tha po që ke posë tha mbështjetin dhe i tash temën ata është të udhje kime posë edhe ma shumë ato gjemë besa atë që shumë liqë shumë jëmë letu po tash ape edhe kisha hollën të thmija kisha shumë problem gjithë ju i kisha pyjtje si thmija me prendë që flasin gjithë ju i kisha mas mund ma bon nëj pyjtje që më i kështu nëse atë një nervaz më isha me jo i kisha gjithër pyjtje të thmive edhe një dit një natë për thamë grus tash me bisedu me vojsen edhe ja pranej Se vjetë ka pas vajza? Kër i ke tregu? Kër i kom tregu, po i ka pas 21 vjetë. Para një viti, qështë. Edhe, po gjej me kisha shumë problem me fjallë, që shmi thonë. Më isha më shprej. Edhe, e thira fakultetori, ashtë ollën pim kafe. Edhe mora atë vendimin që na kanë pas komisioni që na kanë juft statusin. Tash ato në vendim shkruan që viktime seksuale. Edhe ja qita qikës, thash që jam. Edhe ja tha, babë tha, unë tha për këtë punë tha e di që 3 vjata kontra. Dhe që ka ko për qofe, tha gjitha herë të këmë unë kratonin. Dhe fëndërej shumë, se që i ka flutra u konë shtylla shpis të në deri që tash. Se aja i ka mojt e familjen në komë. Unë kur nuk mund me konë një bob një mirë për ta. Kur nuk mund me ta me bisedu që bisedar një prend. Kurrëq. Deri para një viti tash kur i kumë tregu familje, skejt. Që atërim një boba ma i lunë të më vëtë. Edhe ma s'ke pas nëvoj me dalë natën, që shke tregu me kajt, jashtë menes? Ka pos dhe se jo me kojt, po unë vike qash
një farë ngushtimi që vike me bërtit. Me kojt, eksha. Bajke vaki në më ndomajt në utës eksha për shpje, delësha, kojsha, këthejsha. Po, mu për e që ju të regova homindjes, tashem njëri tjetër. Tash ato ditë jenë pas. Në fund, pra gjithë përkraja e qendrës ku jena këtu, ka që madhe, ka që rëndësishme, po për institucionet, a pret përkraja, a ka pas, a mendon përkraje të mjaftueshme, a shpun e shtetit gjithashtu që t'ju dalë në krah të mbijetuarve të dhunës seksuale? Po, për institucionet e kemi farë përkraje edhe për shtetit, e morëm që pensionin, po ju kësha bon thirrje që me këshy me bon ma shumë. Se ka nevoj shumë ma shumë. Shumë. Se njëri tash e qes në veti. Që me këtë penzion që ka mundet me bon. Gjysa e ma shumë e këti penzioni janë barna që i përdorëm. So i kësha bon të gjithë, tana institucione që me bon pak ma shumë për ne. Në fund, një mesazh për shoqërinë e Kosovës, për dhunimi përdoret si mjet i luftës në gjithë botën, në fakt, miliona burra e gra janë dhunuar, sfundi edhe në Ukrainë dhe në vende tjera, si një i mbijetuar, cili është porosia juaj për to? Porosia e për ta është i bajthire gjithë shoqërisë të unë, që të janë sa ma më pështetë, po dhe familje të tyne, që dhe të mbijetuni, që të përkrojnë, se sa dhe një përkrojje e vogël është e madhe për neve. Sa dhe një përkrojje e vogël që i bon, ja pështë jetën atyne. Për që ta jo bajthire që sa ma shumë të përkrani, sa unë një shlerim shumë i madhë për ta. Shumë. Edhe ju kësha bu apel, gjithë të mbjetuni. Sugu që është e thash në fillim, se dë prej tyne, me se kam dollur në me full, vetë ju në afru në organizat me kërku ndihmë. Ju bajthire që letë mos të presin, letë afruhen në organizatën më të ofërt ku e kanë, se me ndihmen e psikologës edhe të organizatës, unë e sërjem të. Unë pa ndihmen e tyne, sëtë nuk isha të, edhe të familjes. Faleminderit shumë. Faleminderit ju.